Shkolla nëntëvjeçare Beslidhja në Lezhë u voll me anë të thyerjes, ndërsa policia ka arritur të zbarë ngjarjen. Rasti u konstatua paraditën e së dielës nga drejtoresha e shkollës Anisa Lishi, e cila njoftoi menjëherë policin. Nga verifikimet e kryera u konstatuan 5 dyer të dëmtuara dhe janë marrë disa dokumente, kompjutera dhe pajisja DVR e kamerave të sigurisë. Në lidhje me ngjarjen nisi menjëherë hetimi, ku shërbimet e komisariatit të policisë Lezhë bën të mundur identifikimin dhe procedimin penal në gjendje të lirë të dy shtetasve të mitur, 17 dhe 14 vjeç, të cilët dyshohet se në bashkëpunim me 4 persona të tjerë kanë dëmtuar dyrët e brendshme të shkollës dhe kanë marrë 16 laptop dhe DVR-n e kamerave të sigurisë. Nga kçyerja e pamjeve filmike në ambientet e shkollës rezulton se në këtë ngjarje kanë marrë pjesë gjithsej 6 persona dhe vijon puna për identifikimin dhe kapjen e bashkëpunëtorëve të tjerë, si dhe përgjetjen dhe sekuestrimin e laptopëve dhe DVR-s. Ndërkohë materialet në lidhje me rastin ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë për veprime të mëtejshme hetimore.